إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على مبعوث العالمين محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, vetëm prej tij ndihmë dhe falje çdo herë kërkojmë, atë të cilin Allah subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugë të drejtë, askush nuk mund ta largojë nga kjo rrugë, dhe atë të cilin Allah subhanahu wa ta'ala e lën në humbje, askush nuk mund ta udhëzojë pas udhëzimit të tij. Salavatet dhe selamet e Zotit dhe përshëndetjet tona qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të sinqertë dhe gjithë ummetin e tij deri në ditën e fundit. S'ka dyshim vëllezër të nderuar se jemi sot në një datë ku kemi filluar një vit të ri. Sot është dita e parë e vitit të ri sipas kalendarit hënor. Një vit i ri i cili ja vlen jo të festohet, por në shumicën e rasteve të vajtohet, për arsye se gjatë një viti që kemi kalu, të gjithë kemi bë gjunahe, kemi bë mëkate, andaj dikush më pak e dikush më shumë, dikush më të mëdha, dikush më të vogla, po pa gjunahe s'kemi kanë askush. Andaj kur vjen fundi vitit, sikurse një punëtor i cili apo një udhëheci një grupi apo një organizata apo një biznesi që një herë në vit apo edhe ndoshta më shpesh e bën kalkulimin e mallit për me pa hesapin e vet se ku është. A është të fitu, a është me humbje të punu. Kështu ja vlen për këtë vitëri që muslimani me kalkulu një herë vetveten e tij me pa për një vit se çka bani. A boni ai gjuna që pa dyshim që ka bë gjuna e hidhroi Zotin e vet, apo boni punë të mira e kënaqi Zotin e vet. Dhe kjo ja vlen që jo ne të marrmi ndoshta shembull pa besimtarët të cilët kur të vjen 1 janari apo fundi i vitit sipas kalendarit diellor, marrin, madje jo vetë jo besimtarët, po muslimanët e ton, marrin pije, marrin haje, marrin petarda të ndryshme për ta festu këtë fest. Andaj nuk ja vlen që na ti festojmë, aq ma keq që ti emitojmë pa besimtarët. Me i emitojmë, nga se pejgamberi jon alayhi salatu wassalam thot, kush i përngjan një populli, ai është prej tyne. Edhe kur jemi këtu tek vitiri i muslimanëve, që fillon vitiri sipas kalendarit hënor, nuk kem nevojë na që të marrmi dhe ta festojmë ata. Të shtrojmë sofra, të marrojmë havlla, të thirrim miq e të festojmë se vitiri. Jo. Pse me festu? Pse me festu kur na në fakt do të me vajtu se po na shkojnë ditë. Edhe sikur se të na shkojnë ato ditë në të mira, lumë për neve. Po na shkojnë ato ditë ndoshta që pa namaz. Po na shkon ky vit, na ka shku një vit dikuj pa agjërim. I ka shku ky vit pa respektim ndaj prindërve. I ka shku ky vit pa respektim ose pa mirësjellje ndaj fëmijëve të vet. E gjinohe, edhe në fund thot duhet me festu këtë fest. Që po përfundon, që po shkon viti, po vjen viti i ri. Jo vëlla, ti do të me u pendu, me kërku falje për këtë vit që ka shku një vjet, për gjinohe që i dim se cili bëjmë gjinohe, bile edhe të mëdhaja,
me kërku falit të Zotit që Allahu më na fal për këtë vit, edhe me kërku ndihmë të Zotit që vitin që vjen, nëse Allahu na jep ymër, mos me i përsërit ato gjinohe, po me përmirësu vetën tonë. Pra, viti i ri kështu duhet festohet, duke kërku falje për gjinohet e kalume dhe duke kërku ndihmë që mos me bo gjinohen të ardhmen. Në këtë vit, apo historiku se si mbeti njësimi i këtij viti tek muslimant, s'ka dyshim se është një ngjarje shumë e madhe që muslimant e morën si datë për me fillu llogaritja e vitit sipas kalendarit hënor. E kjo ngjarje është hijreti, emigrimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam prej në Mekë në Medinë. Me hi me fol për emigrimin, ndoshta është temë gjatë dhe nuk mundemi në këtë kohë sa na jemi këtu që me përfundu. Mirë po vetëm 2 gjëra i kam shkput nga hijreti i pejgamberit alayhi salatu wassalam, që të marrëm një shembull prej tij, nga se Allahu dhul xhelal këtë pejgamber e dërgoi shembulltyr për neve që në çdo aspekt ta marrë me shembull. Është fjala tek fillimi i hijretit, fillimi emigrimit. Gjëja parë që banën pabesimtarët e asaj kohe, pasi që pejgamberi alayhi salatu wassalam filloi të thras njerëz dhe filloi të lulëzoi feja, dini. Dhe fillon njerëzit me pasu pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe fillon që me undahe baba prej evladit për shkak të fejes. Sa ai pabesimtar mushrik, djali e pranoi islamin edhe i ndante. Dhe mushrikët e Mekës apo paria e Mekës, paria secilit fis të Mekës u të bun dhe e përhapën lajmin do të bohem një mbledhje të jashtëzakonshme, një mbledhje urgjente në Darul Nadwa, në një shtëpi ku e kanë pas për mbledhje, dhe aty do të diskutojmë se çka do bëjmë me këtë njeri që po na ndon dhe po na i prish familjet tona. Dhe u të bun të gjithë dhe shejtani i mallkum, iblisi, u paraqit në formë të një plaku dhe shkoi aty pranë asaj mbledhje dhe i tha: "Nita që e keni një farë mbledhje për me diskutu hallin atij personit." Than po, unë jam sa plak ku marr për një venit lartë, e deshta dhe unë mu inkuadru me juve që ndoshta na i mendim jap e ma pëlqeni. Ata thon po, hajde dhe ti. Edhe hinj edhe iblisi në atë mbledhje. Dhe në mbledhje u diskutun. Than dikush propozime po japin çka me bo me këtë njeri. Than hajde pe marrëm edhe pe lidhëm, pe prangosum, pe izolojmë, pe leqitum. Kcejti shejtani, iblisi, në formën ati plako. Tha ja, ky nuk është mendimi mirë. Pse? Po tha ju e blokoni, po tha gojën së një nalni. Aja peshe që me gojë buni kohre juve, aj me gojë ja u muri 3 të krejt pja u mledh. Aj si të fola peti lidhja dur të sa dush. Aj prap fton në fejë dhe prap njerëzit e pasojnë ata. Tha njo, zban kë. Hajde tjetri, po thot, ta përzon pi venit ton, ta largojmë, ta dëbojmë. Shejtani tha, ja, apet iblisi. Aj plaku, që ka arme i mësu, ja, po thot, jo. Pse? Po thot ti, kur e largoj sheqet pi venit tu, aj ku qkon që atje ka me bu musliman. Ka mi ftu njerëz edhe ka me ardhë masa ne me krejt atë dhe ka mi luftu juve këtu. Ku tha po valla qashtu ashtë? Ja zban as kjo. Atër këcejti e Buxehli, faraoni i asaj kohe, ma i keqi, në parit Mekës, e Buxehli. Baba e ka qujt pejgamberi alayhis salam, baba i paditunis, ma gjahili nër krejt. Tha, unë tha pjavjap një mendim, që besoj tha se krejt kini mu pajtu me atë mendim, s'kini mu më refuzu. Qka është ai mendim? Tha e marrëm ka një djalë të ri prej si cilit fis të Mekës, edhe që oj fuqishëm, ja japëm ka një shpat të mpreht, edhe shkojnë
të shtëpia Muhamedit, edhe me një traume krejt e mysin. Edhe fisi i Muhamedit masandej nuk është në gjendje me kërku, me dal me luftu me krejt fiset, me mor hak. Edhe kështu që i pajtohet fisi Muhamedit që na mja pagu gjakin. Ja pagujna gjakin edhe shymet ky muhabet. Edhe na shlirohëm. Shejtani kcejtja i plake. Kjo thasht ideja ma qëllume, që shtu do të me bo. Edhe e vendosën, që me myt. Pata mushrikt e asaj kohë, si që janë mushrikt e kësaj kohë, e kanë harru një sen. Edhe pse e kanë dit, po kanë harru. Kanë harru se qaj zot që e ka qu këtë njeri për mjë thirë në fe, qaj zot edhe pjonin edhe juve, dhe ati i të regon se shkajni të po muhabet ju. Edhe mushrikt e kësaj kohë të bohen maj në ledhje në përkombet bashkume, zyrtare dhe jo zyrtare, maj në ledhje më shefta qysh mja bohalin kësaj feje që shumë përna përhapët, që në Evropë në Perëndim është fut në përshpia tona, do të na qesin fare ka musliman. Po majnë ledhe dhe po japin ide qysh me pengu këtë din. E njëjti problem si në atë ko që mushrik të Mekës kanë bëm ledhje qysh me pengu, kësisoj vazhdimisht bëjnë ledhje, denjë kiamet kanë me bëm ledhje pa besimtarët, qysh me pengu këtë din. Po ata kanë harru edhe këta harrojnë të sodit, që ai Zot që e ka zbrit këtë din, ai ka thonë në vete këna zbrit dhe vetë këna merujt denjë ditë kiametit. Ai Zot ka thonë që yuridune e yutfi'u nur Allahi bi afwahihim, dëshirojnë mushrik të Mekës që me shujt dritën e Allahut, me shumë dritën e Zotit, wa ya'ba Allahu an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Po Allahu thot nuk don kështu. Allahu nuk don që me u shujt drita e tij. Përkundrazi thot Allahu ka me plotsu dritën e tij, ka me plotsu këtë dritë dhe ka me zhvillu këtë dritë, edhe po që se pa besimtarët e urrejnë këta. Edhe nëse ata s'kan qef, po na kena me ngrit dhe me plotsu këtë dritë. E Allahu e dërgoi Gjibrilin me laçën tek pejgamberi alayhi salatu wassalam në atë zaman dhe i tha: "Santa o Muhammed, ti nuk ban me flanç shtratin tan. Do të me dal për shpije. Me dal dhe Allahut ka dhënë urdhën me hijret, me emigru, me dal për këtij venit. Nga se ja kanë ngushtu rrethin, i ka bo davet, e ka dhënë maksimumin pejgamberi alayhi salatu wassalam. Shkojnë Taif, shkoj ane, krejt u mundu s'pudojnë ky milet me pranu fjalën e Zotit dhe s'pudojnë. Atëherë çka dil për aty, me bo hijret. Edhe ja ardhur edhe dil. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e la djalin e axhës vet Aliun radhiyallahu anhu, i cili ishte shumë i ri në atë kohë, po trim Aliu radhiyallahu anhu dhe e la sa flajt ti në shtratin tem. Edhe flajti e ka ditë se çka ka mendon, ka pas mundësi me mbyt Aliun duke menduar se është Muhamedi, megjithatë sahabët kur e kanë dëshmuar këtë shahadet, la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, e kanë ditë se ky shahadet lypëll gjak me derdh. E kanë ditë se ky shahadet lypëll dhe jetën me dhanë. Edhe Aliu pa problem ka thonë: "S'ka problem ja Rasulullah. Unë e bin vend tallën edhe hiç më subon marakti." Edhe ka ra dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, mushrik të Mekës duke prit me shpata ata djem të ri, duke prit me shpata që sa të binata me hi dhe me myt, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka dal aty pari, ka marr kapak dhe ja u ka qit në kryje. Edhe kërkush se ka pa, edhe dul jashtë, kalojti. Aliu në lanë vendin e vetë. Edhe ata po presin. Erdh shejtani, ai plaki meqëm kinse. Tha shkajni të prit, qetha pe presin tash kena me hi dhe me myt. Tha ai veç shkojti, kalojti, para syve t'ju po se keni pa. Shkoj. Në këtë rast, kur pabesimtarët mushrik të Mekës bon plan dhe mendun se do ta shfarosin fejen, mendun se do ta mbysin pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe do të merr fund gjithçka, në këtë rast
ndodhje kundërta. Allahu Dhul Gjelal, sa herë që mushrikt, pa besimtarët, mendojnë se mori fun Islami, ndodhe kundërta, Islami lullzon edhe ma shumë. Allahu Dhul Gjelal e mbrojti pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe e lullzoi Islamin dhe shkojnë në Medinë dhe formoi shtet Islam. Atë shumë u ngritën dhe u shtun muslimant sa që dhe shtet Islam formun. Kështu i thojnë atash edhe qafirave tanë, i thojnë edhe pa besimtarve tanë, ku do në botë që janë. Ata që kanë qef, ata që dojnë që Islamin me rafshu, edhe me ndojnë se me propagandat e tyne që bojnë në për media se Islami është terrorizëm, Islami është ekstremizëm, mendojnë se tash me këtë fore na e zhdukim Islamin se njerëzit nuk e pasojnë, ndodhe kundërta. Kanë mendu se me një film të Muhamedit do ta poshtrojmë, do ta nënshmojmë dhe do të zhduket Islami, për kundrazi. Kur e kanë qitë filmin fys ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam, njerëzit hala ma shumë kanë marrë me lexu për Muhamedin. Ku shkoka ky njeri që ja pas kanë bukë? Pra, njerëzit janë udhëzu përmes kurthës tyne, nga se Allahu Dhul Gjelal thot në Kur'an: "Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Thot qafirat bëjnë kurtha, dojnë në shtin kurth muslimant, po thot Allahu bën kundër kurtha, bën kurtha më të mira se këta. Këta e bëjnë kurthën, Allahu e nis kurthën kundër tyne. Allahu është kurthgjia më i madhe. Pra Allahu i bën kundër kurthat më të mira se krejt kurthgjit. Pra le ta dim pa besimtar, në moment që mundohen dhe fillojnë me kurdis një kurth ndaj besimtarve, ndaj muslimanve, le ta din se Allahu vetë sa ashtu e kurdis kurthën ndaj tyne. Dhe thash, filmi ishte një shembull që e bonën filmin ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sa hoxhallar që nuk kanë pas një jetë me fol për atë temë, për vleftën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, janë qu dhe kanë fol. Sa letra, sa shkrime që ndoshta në qatë kohë nuk kanë pas një jetë me u shkru, me u botu, janë botuar në qatë kohë. Dhe sa njeri që se ka pas një jetë, sa qafiri, sa babesimtari që me lexu për këtë Muhammed, e shkaku ati filmi e ka marrë dhe ka lezu dhe është udhëzu në Islam. Mendojnë pa besimtarë se me kurthat e tyne, me propagandat e tyne ndaj fejes, se do ta zhdukin fejen. Wallahi në ta din se kjo fe kur s'ka më zhduk. Derin kiamet Allahu e ka garantu që ka merujt. Dhe në moment që ata bëjnë kurtha dhe mendohen dhe mundohen që ata dhe mendojnë se do ta shujnë, le ta din se hala ma shumë ka mundësit kjo fe. Dhe këtu në vendin ton mundohen që disa hoxhallar ndoshta dhe me i bo shpifje dhe me i fut në përburgje dhe mendojnë se me burgimin e një hoxhe apo 2-3 hoxhallarve do të merr fund feja. Kur mos të mendojnë këtë, kur mos të gabohen me mendu kështu, se Islami nuk është një myt hoxhallarve, se Islami nuk është një myt të njerëzve, po Islamin e ka garantu Allahu Dhul Gjelal. Nëse unë vdes, ka me arë një hoxh më i mirë se une. Nëse një hoxh hinë në burg, ka me arë një tjetër më i mirë se aj. Dhe Allahu Dhul Gjelal ka me zavendësue me më të mirë, vetëm që ta ngrit, që ta plotson dritën e vetë, fjalën e tij. Andaj i tregojnë të gjithëve se Allahu Dhul Gjelal dha bereqet edhe më të madh në kurthën, në momentin që mendonin qafirat e Mekës, mushrikët se do të merr fund gjithçka me mbytjen e Muhamedit alayhi salatu wassalam, ai boni shtet Islam në Medinë. Pra kjo është e para, kjo është mesazhi i parë i hijretit që desha ta ceki se atëherë kur është mas ngushti feja, Allahu jep bereqet më të madh. Dhe e dyta se pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë hijret e kallzon shëmbëltyrën e tij në sakrificë, duke na tregu neve se Allahu Dhul Gjelal ka pas mundësi që pejgamberin alayhi salatu wassalam me marr pej Mekës. Qysh e ka ngrit një Isra në Miraj në qiell, ka mujt me marr me burak me çun Medinë. Pa u lodh hiç. Po Allahu e la që me ditë pejgamberi alayhi sallam me ditë të tëra me udhtu me deve në përshkretin, me hek keq,
me tregu që o musliman, feja nuk është veç sefa, feja nuk është veç me najt shtrit, feja o sakrific, duhet me luftu me shkaki, me fjal, me pasuni, me kret. Kujshien ton nuk ban me lanë rahat ti kur e di që ai ato i bo Zotit gjuna. Ti do të me fol dhe të me dhonë mundi për këtë fe. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në kam 430 kilometra me deve i qoj. Vetëm më na kallëzu se kjo fe lyp mund, kjo fe lyp sakrific nëse dush më afru te Zoti. Kjo fe për demela nuk është. Demelat kjo fe nuk i don njerëz që janë aktiv, që punojnë për fjalë Zotit, që punojnë për të mirën e kësaj shoqënie. Pra mesazhi ky i dytë që desha ta them është se ne do të marrim shembull që pejgamberi, sakrifica e pejgamberit alayhi salatu wasalam në këtë hijret, në të jetë shembulltyr për neve që nëse ti sot nuk është patjetër ti me dalë edhe me hec në rrugë, me dalë diku me shkue në vendet jashtme në kom, sikur pejgamberi, ti sot e ki kerrin, dhe me kerr mu ish me shku, me boni zjaret të miki jot, dhe me ja kallëzu fjallën e Zotit. I ki kushtet shumë më të mira se pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj kjo fe lyp sakrific, kjo fe lyp mund që t'ju uzojmë të bëmi sebeb shkaktar që të uzohen të tjerët. Andaj kjo datë që ka shumë ndodhi dhe shumë të mira tjera, kjo histori dhe kjo ngjarje, mirë po vetëm këto dy gjëra desha t'i ceki. E nga kjo ngjarje shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam në krye me Omerin radhiyallahu anhu, këtë datë të hijretit, këtë datë të emigrimit e kanë pasi datë më të rëndësishme në Islam, dhe këtë datë e kanë bëqë të llogaritët viti i ri i muslimanëve. Dhe prej djeka që në data pra e hijretit, dhe sot është dita e parë e vitit të ri që i bjen pra të vitit të ri muslimanëve. Allahu na mundsof që me kërku falje për ato gjuna, inshallah Allahu na i fal që i kena bën vitin që ka shku. Dhe vitin që vjen inshallah Allahu dhul xhelal na forcon që të bëhemi burra më të mirë me Zotin, që të japmi mund për Zotin, të sakrifikojmë për Allahun dhul xhelal, e të bëjmë punë të mira, e të na ruaj prej punëve të këqija. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwa samiul qareeb.